Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut shpreh shqetësimin për gjendjen e përfaqësimit të shqiptarëve në forcat armatosura. Nga BDI thonë se pas vendosjes së general Besnik Eminit nga posti komandantit të komandës operacioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, asnjë shqiptar nuk mban pozita kryesore në armatë. Sipas tyre, këto zhvillime sugjerojnë një prirje drejt udhëheqjes anti-NATO, pro-serbe, pro-ruse në forcat armatosura. BDI bën thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht NATO-s, të ndërhyjë për ta adresuar, siç theksojnë ata, përjashtimin sistematik të shqiptarëve. Sipas opozitës, për herë të parë dhe Agjencia e Inteligjencës, Agjencia për Sigurim Kombëtare dhe Agjencia Ushtarake nuk kanë asnjë shqiptar në pozita udhëheqëse. Ky përjashtim i qëllimshëm i shqiptarëve nga institucionet kyçe të sigurisë përbën një kërcënim serioz për sigurinë e shtetit dhe ngre pikpyetje mbi qëllimet pas këtij spastrimi etnik në sistemin e sigurisë tonë nga BDI. Koalicioni Vlen akuzon BDI se kur ishte në pushtet në armatë nuk ka pasur më shumë se 2 gjeneral shqiptar. Sipas shumicës qeverisëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, vetëm në 8 muaj në armatë janë 3 gjeneral shqiptar. Sipas Vlen, BDI duhet ta kuptojë dhe të pranojë se shqiptarët po përparojnë dhe se po luftohet ashpër për krimi dhe korrupsioni. Shumica në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut kritikon BDI-n se nuk mund t'i mbrojë shqiptarët tani kur kulla e ndërtuar mbi korrupsion po rënohet. Rajoni. Qeveria shqiptare merr masa për të mbrojtur punojësit e policisë dhe familjet e tyre gjatë ushtrimit të detyrës. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se është miratuar akti normativ për mbrojtjen e punojësve të policisë dhe familjarëve të tyre dhe pronës nga kërcënimet që u bë atyre gjatë ushtrimit të detyrës. Nëpërmjet këtij akti ne synojmë të rrisim bashkëpunimin midis agjencive ligjzbatuese, si asaj të shërbimit informativ, SPAK-ut, në luftë kundër krimit të organizuar. Ky vendim orienton dhe strukturon edhe një herë mënyrën, formën se si një punonjës policie duhet të adresojë një kërkesë ndaj Komisionit të Mbrojtjes së Masave të Posaçme ndaj kërcënimeve. Hoxha tha se forma e parë e minjëhershme bënies në zbatim është kur drejtori i policisë së shtetit lëshon një urdhër për mbrojtjen e policisë dhe forma e dytë është që punojësi policisë i drejtohet komisionit nëpërmjet procedurave. Sipas ministrit Hoxha, në këtë mënyrë hapet një udhëtim i ri për sakrificën dhe mbrojtjen e policëve nga kërcënimet që u bëhet për shkak të detyrës. Neve hapim sot një udhëtim të ri për sakrificën dhe mbrojtjen e punonjësve të policisë nga kërcënimet e shumta që i bëhen për shkak të detyrës dhe këtu jemi për të përcaktuar edhe një herë për të thënë prioritetin që ka jeta, shëndeti dhe prona e punonjësve të policisë në raport me qeverinë shqiptare. Qeveria shqiptare premton rritjen e masave të kontrollit për fondet që shkojnë për subvencionim të naftës për fermerët. Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave informoi se do të rritet masa e kontrollit sipas një metodologjie të re të riskut që të përfitojë fermeri që punon tokën. Përfitues nga kjo skemë janë rreth 50.000 fermerë. Do të jetë e njëjta mas financimi si në çdo vit, por do të rrisim element të kontrollit, duke rritur masën e kontrollit sipas një metodologjie të re të riskut që të përfitojë fermeri i cili e meriton, është ai që punon tokën. Ndërsa informoi dhe mbi skemën kombëtare të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural për vitin 2025. Sipas asaj, skema e subvencioneve bashkohet skemës së investimeve që është miratuar vitin e kaluar dhe mbështet 5 sektor, duke kontribuar në zgjerimin e financimit për fermerët dhe bujqësinë. Ky është një vit i rëndësishëm për bujqësinë shqiptare dhe skema kombëtare e përbërë nga skema e subvencioneve që e fillojmë sot, bashkëndon edhe mbështetjen me skemën e investimeve që kemi filluar në fund të vitit të shkuar për të mbështetur investimet në infrastrukturë, për ndërtimin e serave, stabilimenteve të mbashtimit kafshëve, shpendëve, akuakulturë, mekanikë bujqësore dhe agroturizëm. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se nuk ka ndërmend të bashkëpunojë për krimin e qeverisë së re me lëvizjen vetvendosje. Në intervistë për Kosova Press, Ramush Haradinaj është i bindur se qeverinë e re duhet ta formojë koalicioni opozitar. Ne jemi në opozitë edhe si opozitar, pra angazhohemi edhe në Kosovë qeverinë e shumicës së opozitës. Kjo është qëndrimi im edhe i Aliancës. Sipas kreut të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, numrat tregojnë se opozita ka të drejtën për të qeverisur vendin. Për këtë ai informoi mbi bisedimet që po zhvillohen mes forcave opozitare, ndërsa janë në pritje të afateve kushtetuese për fillimin e bisedimeve zyrtare.
ka në një avancim konkret, për shkak se janë edhe afatet kushtetuese, po besoj ka gatishmëri qytetësh. Besoj që veç shihet se shumicën e ka opozita, kuptohet pas afateve kushtetuese, opozita mundet me kriju qeverinë. Po besoj kjo është ajo që na takon, ne si opozitar, bashkohemi ta krijojmë qeverinë nga opozita. Ka komunikim ndërsjellë, ka në një avancim konkret, për shkak se janë edhe afatet kushtetuese, po besoj ka gatishmëri qytetësh. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.